Shkodra dhe atraksionet e saj turistike prej disa vitesh janë kthyer në një destinacion mjaft të preferuar për turistët e huaj. Ndonë se jemi jashtë sezonit, turistët aventurës janë ato që po vizitojnë Shkodrën e kryesisht zonat malore, ndërsa pjesë e paketave janë dhe liçeni dhe zonat historike e kulturore të qytetit. Sezoni nuk mund ta konsideroj të mbyllur sepse ende kemi turistë jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por edhe për turet të aventurës, turet e natyrës, liçeni i Shkodrës, malet apo Alpet shqiptare. Sidomos në Alpe, numri më i madh i turistëve për këtë sezon që kam pa është pikërisht në pjesën veriore të Shqipërisë për turet malore. Sesi mbetet destinacioni më i preferuar i turistëve. Pra rrjedhimisht edhe Shkodra është pjesë e këtyre tureve, sepse çdo tur malor fillon dhe mbaron me qytetin e Shkodrës. Nuk bën përjashtim as liçeni i Shkodrës, tashmë kena dizenju dhe ture të cilat përfshin qytetin e Shkodrës, liçenin, turet në liçen, sportet ujore, por dhe aventurat apo eksperiencat në turizmin malor, që shkojnë nga një javë deri në 10 ditë, le të themi. Ndërsa sfidë mbetet mungesa e sinjalistikës dhe siguria në shtigje në zonat malore, gjithashtu edhe përmirësimi i shërbimeve dhe shtimi i kapaciteteve pritëse. Mbetemi ende, le të themi, të përballemi edhe me sfida, jo vetëm çështja e sigurisë, kur realizojmë turet malore, por ka sërish ende punë për të përmirësuar shërbime, cilësinë në turizëm, rritje kapacitetesh jo vetëm në guida, por edhe në strukturat e akomodimit apo shërbimit në turizmin malor. Shkodra me atraksionet e saj tashmë janë kthyer në një destinacion kryesor për turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë, ndërsa pritet që të ketë interes për të vizituar qytetin verior edhe gjatë sezonit të dimrit.